Alketa është varë shumë herë, po 13 herë quhet vdekje të mëdha fare. Po, nuk duhet më. Thonë me sipas fuqive nuk duhet më. Po prapë më vranë, mbrëm. Po, ka qenë Mona Lisa, Esmeralda. Ka qenë kur Jezui u kryqëzua, se e fillova mbrapsht. Jezui u kryqëzua, Alketa vritej nga Jezui. Dashurinë për Alketën e ka duke e vrarë. Nuk e di pse Jezui frymëzohet dashuri Alketën duke e vrarë. Mbasi u kryqëzua, herën e dytë kush ishte? Se mbaj mend. Po Mona Lisa nuk është ajo e shkurtoni e zvogloni, siç i bëni tani. Kaq, njerëzit. Dhe Aple i gjati e merr 2 muaj e torturon vajzën. Po, Aple është gangsteri i shkurtimeve të njerëzve. Është smolli i zmadhimeve të trurit të tij. Po, smolli i zmadhimeve të trurit të tij. Vën shumë lente dhe të vegjëlit i shikon të mëdhenj. Po, Aple është krimi më i rrezikshëm i shekujve, por tani ka tepruar. Po, ka tepruar në ekstreme. Po, e shkurtoi Alketën e vogël, Mona Lisa, gishtësja. Esmeraldën, vrau. U hodh nga pallati, vdiqi. Po, se i quante e kishte tradhuar, ishte kurva që meshkujt i shkonin. Po, shkonte Leta, si është kryqëzuar Alketa. Si është kryqëzuar Jezui, atëherë më kujtua filmi. Shkonte Leta me gjithë meshkujt, shkonte në shtëpiat e meshkujt bënte seks dhe quante Alketën, me sa duket ka qenë Alketa gruaja e Jezuit në atë kohë. Me sa duket ka qenë gruaja e Jezuit në atë kohë. Dhe shkonte Leta me gjithë meshkujt dhe ja vinte fajin Alketës si gjor. Dhe gjoja e erdhi keq për Letën. Si ta kuptoj këtë film? Mendoj se ka qenë Leta që brithe dhe angesi Alketës. Historia është pak më ndryshe. Dhe u kryqëzua Jezui se do vriste Alketën, po do kishte një arsye se kosh do e vriste. Me mashtrimet e Letës është vrarë gjithmonë Alketa. Atëherë është vrarë dhe kur është quar ta marrë icebergun. Kjo fuqi ka ndihmuar Alketën. Po, vdes dhe merr kjo fuqi. Që është sot në trupin tim. Nuk e dija. Ose e harroj në momente të caktuara, po s'e dija faktikisht tamam. Gjithmonë kjo fuqi ka shpëtuar Alketën dhe ka tërhequr Allahun dhe Jezuin prapë te Alketa, po larg durit Aple Letës. Nuk donte durin Aple Letën. Pra e mori icebergun, shkoi në një qytet të që ndërtoi Alketa, mbas 2 muajsh solli Allahun dhe Druvarin dhe Jezuin, më duket. Mas 2 muaj që ndeti me icebergun, pra i solli shpejt. Dhe ka ndetur atje, ndërtoi atje. Këta ishin të vegjël. I fshite nga duri, sepse nuk e vrisnin durin. Allahu nuk e vret durin. Gjente mënyrën, kjo fuqi i largonte në këtë mënyrë nga familja e saj, me Alketën. Kështu, edhe kur është bërë shkrimtare, pra e ka fshehur, nuk e di pse e ka vdekur. Dhe është fshehur me fuqinë, përsëri, ka qenë fuqia. Nuk mban mend. Po ndodha atje prapë te treni. Gjoj doje Letën, jo, doje Alketën. Nuk u vrarte treni atëherë kur ishte shkrimtare, shpëtoi kjo fuqi. Po se e gjeti Leta, se Jurgini ngatrohet me ata shumë. Se kupton që ata janë brasës në seri. Se rigjenerove në aparatura dhe së ndodhi asgjë. Pa i të vretur e minutë, mor djalë.
Pra, gjatë gjithë shekujve Alketa është vrarë me mira herë dhe ka shpëtuar, domethënë e merr fuqia e sjell në vete. Po vetëm kjo fuqi e merr. Dhe tërheq fëmijët e vet, tërheq familjen e vet që është Allahu, tërheq Jezuin, Jurgenin, tërheq infinitin. Nuk arriti shumë me infinitin. E quan është në iceberg, infiniti është në iceberg. E kuptojnë nga mimika. Po, parë sot është infiniti 100%. Kanë vrarë infinitin. Ishte tip si Alketa. Nuk pranonte. Pra, Allahu në vend që të ndihmoj fëmijët të largoj durin hapën letën, pranon të vritet. Unë nuk e kuptoj arsyeën, nuk kuptoj dot sjelljen tënde. Tani ke arritur ekstremet. Po na vjedh gjithçka, po na lën pa bukë dhe do na vrasësh, çfarë logjike është kjo? Po na merr gjithçka, o Allah. Me ka sa panin. Dur aple let. Aple është i tmerrshëm mordjal. Edhe mbasi merr gjitha dhe na ndjek kudo mordjal. Pa aple ishte në autobus mordjal, që më merr. Më ka shyer këtë kraun për 10 minuta, 20 minuta, nuk e di çka ka bërë. Është një smur shumë mordjal. Unë jam pa bukë, ai s'do t'ja di, ai vjedh gjithçka edhe quan shtëpiat e tia. Ku janë shtëpiat e tia të mia të mordjal? Pse sa pyet Allahu? Po më ke lënë prapë, kish fare tani. Fëmijët e mi, shpresoj mos i kish t'jenë ende gjallë. Po i dua. Duhet largohem me këtë fuqi mas ava se merr vesh. O do të shpëtoj Allahu, nuk s'ka. Po nuk po shpëton Allahu, po na vret. Nuk po merr vesh, Allahu duhet të ndalë durin në hapën letën. Mjaft i mbajtët. Janë shumë të rrezikshëm se janë shumë shekullor. Janë të rrezikshëm. Janë zhvilluar shumë në skizofreni. Nuk mund t'i mbash më. Kthej të thjesht, bëj çfarë duash, i do kthej të thjesht. Mjaft i le durin në hapën letën, na shyejnë pasuritë të trim pa bukë. Unë i marrë fëmis lek, pi diçka se s'kam pik fuqie. A u lava unë tje, s'kisha pik fuqie, më zuri gjume. Edhe më hëngra bukë si kisha uri. Po edhe bukë me racion se s'kisha shumë. Më haja akoma bukë, s'kisha. Të lutem Allah, ndalë durin, aplen letën, mjep zarfet e vëllotit mukës. A merr vesh. Kjo fuqit ka larguar gjithmonë nga duri. Nuk po arrin më. Tip vetëm po e poshtron, po e vret. Më vret mua që të shpëtoj ty mordjal. Nuk ikën se do të largoj Allahun, Jezuin, Jurgenin, infinitin. Do t'i largoj nga duri aple leta. Ngul këm. Fëmijët e mi po vriten. Ju s'mbushni, ç'a të bëj unë? Kjo është pra historia, ju mani skizofrenët shumë shekullor që janë zgjuar. Çfarë zgjuarësie kanë ata janë zhvilluar vetëm skizofrenisht. Vrasin sa më shumë. Në mënyrë metoda më të tmerrshme akoma, më shumë, se janë zhvilluar, më shumë. Mjaft mordjal, mjaft mor Allah.